Pasi LSDM po kalon në një fazë të vështirë, kreu kësaj partie Venko Filipçe po mundohet të freskojë disa pozita me emra të rinj përveç pozicionit të tij. Ai njoftoi se ish kandidati për kryetar të komunës së Aerodromit nga radhët e LSDM-s, Aleksandr Trajanovski, do të propozohet për nënkryetar të ri të partisë. Filipçe e bëri të ditur këtë vendim para mbledhjes së kryesisë ekzekutive, ku siç e theksoi, do të paraqiten pjesë të planeve për ndryshime kadrovike dhe politike brenda partisë. Ai u bëri antarëve dhe simpatizantëve për durim dhe mirëkuptim, duke theksuar se procesi po zhvillohet me kujdese dhe me strategji të qartë. Doktor Aleksandr Trajanovski. Doktor Trajanovski është njeriu zakonisht i përkushtuar ndaj partisë, zhvilloi një fushat të shkëlqyer dhe të dallueshme dhe tërhoqi vëmendje të madhe në publik. Mendoj se ky është përforcim i rëndësishëm kadrovik në nivelin drejtues të LSDM-s. Ky ndryshim kadrovik vjen pas dorëheqjes së ish nënkryetares Ana Qupeska, e cila e paraqiti dorëheqjen para raundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Filipçe hodhi poshtë spekulimet se ai u kishte ofruar funksione ish kryetarëve të komunave dhe ishte refuzuar, duke i quajtur ato biseda kafeneja pa asnjë bazë. Në parti nuk ka asnjë përçarje, përkundrazi ekziston një ndjenjë fortë uniteti dhe qëllimi të përbashkët, theksoi lideri i LSDM-s.